Ishte një periudhë shumë e vështirë për shkak se ishte mbas mbarimit të luftës në vitin 2001. Shtatzan ke qenë gjatë studimeve? Po, edhe kushtet nuk ma lejonin, për shkak se nuk ishim të punësuar as unë as bashkëshorti. Kur e kuptove që donte të jesh një gazetare? Ishte një periudhë shumë e vështirë për shkak se ishte mbas mbarimit të luftës në vitin 2001 dhe unë isha shumë e re. Isha 21 vjeçe atëherë dhe kisha lind trenin. Vjoja studimet në fakultetin filologjik dekën e gjuhës angleze në Cirili Metodi, më fal. Do të thënë, vazhdoja studimet, kisha drenin, nuk kisha punë, Edmondi nuk ishte në punë, dhe kjo ishte sfidë shumë e madhe, që të fillosh një familje të re. Po të ndërpres, shtatzan ke qenë gjatë studimeve? Po. Edhe si e kalove këtë sfidë? Ka qenë e vështirë? Lufta, do të thënë ishte lufta e 2001-shit, shumica prej studentëve që kishim atje që ishin shqiptar, realisht u transferuan në Universitetin e Evropës Juglindore. Unë mbeta pak mrapa, normalisht që edhe kushtet nuk ma lejonin, për shkak se nuk ishim të punësuar as unë as bashkëshorti, dhe kishim një djalë të vogël, për të cilin duheshte të përkujdesem unë, se bara i bie ishte në nënës. Kisha një periudhë kur normalisht që më duheshte një pauzë, dhe vendosa, po u ktheva në Universitetin e Evropës Juglindore, pasi që vetëm në vitin 2001, unë fillova të punoj në administrat në televizion, kur u hap konkursi më pas, dikon në vitin 2005, jam punësuar si gazetare dhe prej atër kam fillu të punoj që në emisionin e mëngjesit, më pas me intervistat e javës, në për të gjitha filtret tjera. Ta them, nuk është shumë e vështirë kur ta mendojsh se si kemi filluar, apo ku kemi filluar, po mendoj se gjithçka rrihet me punë.